Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Atëherë shohim të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në WhatsApp. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë jemi te energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjave të tokës dhe jemi te karta e vendimeve. Gjithsesi ju shoh mund të keni dashëdende ose hënë në këto shenja, gjithsesi ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Do jeni në një pozicion mbretëror. I vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri. Ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me anën tuaj ekonomike, me punën tuaj, me fëmijët, me shtëpinë, me familjen, mund t'i merrni situatat si i keni. Ose për një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me shtetin. Mund të kenë situata dhe çështje të ndryshme që keni lidhje me shtetin. Gjithsesi është një fillim jave fantastike. Në lidhje me personat që dëshirojnë të futen në një njohje, janë të vendosur në qëllimet e tyre, unë shoh që një person tregohet i mbyllur ndaj jush. Por gjithsesi do merrni një vendim në fund të javës, edhe pse me këtë person mund mos keni komunikim, mund të keni një shkputje, një distancim, mund të jetë një person në distancë, ju do merrni një vendim të rëndësishëm në fund të javës, në lidhje me një dashuri. Për pjesën tjetër shoh që mund të keni kontrata të rëndësishme te vendi punës, mund të jetë një punë e re, një bashkëpunim, një partneritet, një biznes, dhe shoh që do merrni disa para. Është një shumë e konsiderueshme në mes të javës dhe ju do jeni duke menduar ose si të investoni, mund të investoni te fëmijët tuaj në një punë, në një biznes, ose do mendoni për të hequr edhe disa kursime. Por fundi i javës ju gjen me vendime të rëndësishme. Këto vendime mund të kenë lidhje ose më saktë karta e gjykimit ju thret, ju thot merrni një vendim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi këto janë vendime të rëndësishme sepse ju shoh që ju rilindni nga hiri. Më thënë, mund të jeni në situata që keni shkuar aty ku ju nuk do t'ju pëlqente, por ka ardhur momenti të merrni një vendim për të dalë nga çfarëdo lloj situate që ju të keni sepse e keni forcën për ta bërë këtë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që është edhe në lidhje me shenjën tuaj. Më falni. Kemi të bëjmë me energjitë të shenjave të ajrit, kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së ujorit dhe energji të shenjës së dashit. Atëherë fillimi i javës ju shoh që ju do tregojeni pak të prerë, ndoshta mund të jeni edhe pak nervoz në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ose mund të thoni dhe fjalë, të tregojeni të nxituar në lidhje me fjalët që do thoni. Kjo ka të bëjë edhe në lidhje me udhëtime të ndryshme. Mund të ketë lidhje në lidhje me punën, në lidhje me dashurinë, në radhë të parë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni, në lidhje me punën, anën ekonomike, është thjesht ju shoh në një energji nxitimi, por edhe në një energji të vrullshme nga ana juaj, por mund të jetë edhe një energji pak nervoze. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh në realizime. Ndoshta ju mund të nxitoni për të realizuar diçka. Në një rast mund të jetë për të realizuar një dashuri, një njohje, ose për të çuar njohjet ose lidhje të para. Sepse kjo tregon dhe shpejtësinë e bërjes së gjërave, ndoshta ju dëshironi të bëni gjërat shpejt, mund të ketë lidhje edhe me një udhtim që dëshironi ta bëni shpejt, por unë shoh një realizim dhe ju keni manifestuar për të realizuar diçka. Dhe në fund të javës ju shoh që merrni iniciativa. Do merrni iniciativa, jeni në një pozicion perandori, do merrni iniciativa në lidhje me dashurinë.
për një pjesë për jush për të realizuar gjërat që ju vërtet i keni manifestuar. Në qoftë se ju dëshironi të futeni në një njohje dhe keni manifestuar, atëherë në fund të javës është momenti që ju të merrni iniciativë në lidhje me këtë gjë. Në rastin tjetër, mund të keni manifestuar në lidhje me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me familjen, në lidhje me anën tuaj ekonomike, me punën tuaj, dhe unë shoh që ju do jeni në një pozicion shumë të mirë në fund të javës. Gjithsesi, mund të keni manifestuar në lidhje me një kontratë ose bashkëpunim, partneritet. Dhe ju do harini në fund të javës të merrni iniciativa, do jeni më autoritar, do jeni më karizmatik, do jeni më mbrojtës ndaj familjes tuaj, ndaj fëmijëve tuaj, por dhe gjithçkaje. Gjithsesi, shoh që jeni në një pozicion shumë të mirë me realizime, është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Kujdes nxitimin në fillim të javës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjinë që na vjen. Kemi energji zjarri, energji të shenjës së luanit, kemi komplet energji zjarri, është gjithë java për ju, dhe kemi energji të shenjave të zjarit përsëri që jeni dhe ju vetë. Atëherë, në fillim të javës shoh që nuk e di, ndjeni shumë të lodhur. Ndoshta ju dëshironi të jepni fund diçkaje, mund të ketë lodhur një çështje ose situatë në lidhje me dashurinë, dhe ju thoni do të jepni fund për të bërë diçka të re. Për pjesën tjetër shoh që mund të jepni fund të mbyllni një punë, për të filluar një punë të re. Ose kjo mund të ketë lidhje edhe me fëmijët tuaj, jo domosdoshmërisht vetëm me ju personalisht. Ose ju dëshironi të mbyllni një lodhje të gjatë që mund të jetë shkaktuar nga ana ekonomike, në lidhje me dokumenta, në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që ju mund të keni, me kontrata të ndryshme. Për pjesën tjetër, mund të keni mbajtur për një kohë të gjatë shumë peshë mbi shpinën tuaj. Ndoshta keni mbajtur përgjegjësitë në familjen tuaj. Dhe kjo gjë ju ka lodhur dhe ka ardhur momenti që ju ta mbyllni këtë situatë për të filluar diçka tjetër. Diçka të re ose për ndryshuar gjërat në marrëdhënien tuaj. Për pjesën tjetër, mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim, më falni. Atëherë, për pjesën tjetër mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim për të filluar diçka tjetër të re. Dhe në mesin e javës jemi të energjia e forcës, ju do lini mbrapa, keni kaluar shumë sfida, shoh shumë vështirësi. Gjithsesi ju do të lini mbrapa këto vështirësi që keni kaluar dhe shoh që do gjeni forcën për të çuar gjërat para. Është një javë pak e ngarkuar, e shoh në lidhje me ju, por e rëndësishme është që ju do harini të besoni te zemra juaj, te energjia juaj dhe te forca juaj e brendshme për të vazhduar përpara. Sepse po të vëmre këtu, e keni forcën, jemi te energjia e luanit, dhe në fund të javës do mundoheni t'i lini gjitha këto probleme mbrapa dhe këte tregojnë 2 të 3 letra tregojnë këtë. Shoh një lodhje të jashtëzakonshme për ju. Dhe kjo është lodhje fizike, lodhje në lidhje me çështje, vështirësi, situata të ndryshme që keni pasur, dhe në fund të javës ju do harini t'i lini mbrapa gjithçka dhe do doni që të ecni përpara dhe i vendosni qëllime vetes në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju kanë lodhur. Gjithsesi është një javë e mirë sepse ju mbyllni diçka për të filluar diçka të re. Atëherë kjo ishte për ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit. Dhe shohim energjinë që vjen edhe për shenjën tuaj.
Atëherë, jemi të energjia e shenjës së Virgjëreshës, energjia të shenjave të ajrit ose të tokës që jeni dhe ju vetë, energji të shenjave të ajrit dhe kemi energjinë e shenjës së dashit. Atëherë, mund të keni dashëdenten ose hënën në këto shenja. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ju mund të keni bërë durim në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhjet, marrëdhëniet tuaja në një rast. Në rastin tjetër mund të keni bërë durim në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me studimet, mund të kenë lidhje me shëndetin, mund të kenë lidhje me pronat, varet. Situatat merrini ashtu si i keni. Ose në lidhje me dokumenta thash të ndryshme. Dhe në mesin e javës, edhe pse mundojni në fillim të javës që edhe pse gjërat nuk i keni shumë pozitive, mundojni që të shikoni më me pozitivitet, të trajtoni më pozitivisht në lidhje me çfarë do lloj situate që keni. Në mesin e javës, ju shoh që do ndjeni konfuz, nuk do të jepni dot zgjidhje situatave. Domethënë, në fillim të javës keni bërë shumë durim, mundoni të trajtoni pozitivisht dhe ktheheni te një energji në mes të javës ku ju dëshironi të mbroni veten tuaj, ngrini mure mbrojtëse, nuk i jepni zgjidhje situatave dhe çështjeve që ju keni, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, çështje me fëmijët tuaj, me dokumenta ose me studime ose me çështje ligjore. Por disa prej jush kanë të bëjnë me shtetin në lidhje me pjesën e dokumentave, ku unë shoh që në fund të javës ju do dilni nga kjo energji, është një energji shumë e fortë ku ju thjesht nuk dëshironi ndoshta të angazhoheni për të dhënë zgjidhje situatave, por në fund të javës shoh që do merrni iniciativa, do keni kontrata të rëndësishme, do jeni shumë autoritar, ju do arrini të pozicionoheni shumë mirë, do jeni shumë mbrojtës ndaj familjes suaj, do jeni më karizmatik, por do ndjeni edhe më mirë në lidhje me situata, me marrjen e këtyre iniciativave, ju sikur dilni nga kjo energjia e mesjavës. Thjesht duhet keni kujdes në mesin e javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjin që na vjen edhe për shenjën tuaj. Kjo është karta e Pakos. Atëherë, kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të shenjës së Gafores dhe energji të shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, ju shoh që keni disa tensione, disa konflikte në fillim të javës. Këto mund t'i keni ose mund të ketë edhe një lloj egoizmi këtu, që mund ta keni në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose shoh disa tensione, disa konflikte që mund të ndodhin në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, por edhe në lidhje me mund të jenë te vendi punës ose nga ana ekonomike. Ju mund t'i merrni situatat si i keni. Gjithsesi në mesin e javës shoh që keni paqartësi, keni frikra emocionale, ndjeni të pasigurt në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ndoshta ju nuk e di, por mund të keni dhe persona që futeni në disa konflikte këtu, dhe këto konfliktet që do keni do t'ju japin pasiguri ose do t'ju bëjnë që ju të ndjeni të keni frikra brenda vetes, ose në rastin tjetër mund të jeni edhe në një situatë që gjërat nuk i shikoni qartë, sepse jemi te energjia e hënës në fakt këtu, jemi te hëna e re ka dhe fillime të reja, por ju keni paqartësi në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Gjithsesi në fund të javës ju shoh që jeni përqendruar kaq shumë te këto situata, sa ju nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Në lidhje me personat që janë beqar, që mund të kenë disa situata, nuk e di, paqartësisht në lidhje për të futur në një njohje të re, atëherë është momenti të shikoni mundësitë dhe ofertat. Mos u përqendroni te gjëra që ju mund të kaloni në të përditshmen tuaj, sepse mund të them që janë gjëra të së përditsshmes tuaj.
Atëherë vazhdojmë me shenjën tuaj, sepse pata një telefonat. Gjithsesi, unë shoh që mos u përqendroni te disa situata, tensionesh, konfliktesh që mund të keni në fillim të javës, te paqartësitë, frikrat emocionale, por shikoni mundësitë, sepse një dorë nga universi ju vjen dhe ju thot, urdhëroj, ja ku e keni mundësinë në lidhje, flasim për personat që dëshirojnë të futen në një njohje të re për pjesën e beqarëve, ja ku e keni këtë mundësi. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me punën tuaj, ose në lidhje me kontrata dhe situata të ndryshme që keni. Sepse ju shoh shumë në errësirë këtu, sikur nuk e di, shikoni gjërat shumë të errta në mes të javës. Dhe jeni përqendruar kaq shumë në fund të javës, por një dorë nga universi do t'ju mbështesi në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Mund të jenë situata në dashuri, mund të jenë situata të vendi punës, mund të jenë situata ekonomike. Gjithsesi, një javë është kjo, do ndryshojnë gjërat, kjo energji erdhi për shenjën tuaj dhe më vjen keq. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës të peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, shohim energjinë që do na vi dhe për shenjën tuaj. Atëherë, këtu kemi energjinë të gjitha shenjat e horoskopit, kemi energjinë e shenjave të ujit, kemi dhe kartën e vendimit. Atëherë, ju shoh që ka lidhje me hënën e re, që është në datën 19. Gjithsesi, unë shoh që ju i keni gjitha mundësitë për të realizuar gjërat që dëshironi. Në qoftë se ju dëshironi të realizoni një njohje të re, të futeni në një njohje të re, atëherë e keni gjithë mundësinë për ta realizuar. Në qoftë se dëshironi të realizoni diçka në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me situata dhe çështje të ndryshme ekonomike, me dokumenta të ndryshme që mund të keni, në lidhje me studimet tuaja, me anën shëndetësore, atëherë unë shoh që është një lloj realizimi, ndoshta gjithçka që keni kaluar ka qenë një lloj karme në lidhje me ju, dhe jemi në një periudhë karme. Gjithsesi, shoh gjithashtu që ju do jeni duke shprehur dhe ato talentet tuaja. Mund të ndjeni që ju keni talente në lidhje me muzikën, në lidhje me artin, në lidhje me diçka tjetër. Është një fillim jave shumë i bukur. Dhe në mesin e javës shoh që për pjesën e beqarëve ju do gjeni një person që është shpirti juaj binjak. Dhe ju e dini që do ta realizoni këtë njohje me këtë person. Ose mund të keni dhe një takim me këtë person. Dhe në fund të javës shoh që merrni një vendim të rëndësishëm. Për pjesën tjetër, shoh që do mbështesni shumë fëmijët tuaj. Ose mund të keni dhe një person te vendi punës që do t'ju mbështesi. Në rastin tjetër, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj që ju mbështet, dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni gjatë kësaj jave, por në fund të javës ju shoh në lidhje me vendime të rëndësishme që ju merrni. Mund të merrni një vendim të rëndësishëm në lidhje me një person që nuk keni komunikim, me një person që jeni distancuar, me një person që mund ta keni në distancë, por shoh që do merrni vendime në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, por edhe me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat, me ndoshta edhe me fëmijët tuaj, sepse shoh që do jeni shumë mbështetës ndaj fëmijëve. E rëndësishme është që ju keni realizime, por keni edhe shoh që keni edhe për pjesën e beqarëve, shoh që do keni një takim me këtë person. Është një person që ju do ndjeni që është shpirti juaj binjak, por është edhe një person që vërtet një dashuri shumë e bukur në lidhje me ju. Me pjesën tjetër do arrini të stabilizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit.
Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës sepse ende s'ka përfunduar kjo javë, videot e muajit sepse aty përfshihet i gjithë muaji, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj një mbasditë sa më të këndshme, një javë sa më të mirë për gjithë ju, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.